Duket shumë e rrallë, më thonë një politikan shqiptar i cili e thot hapur që janë pragmatist. Dhe sa i përket pragmatizmit, duhet flasim pak për sjelljen e Europës, karshi shqiptarisë, po në veçanti Dardanisë, Kosovës. Nuk ke parë njëherë me atë pragmatizmin tënë nuhatjen politike, që tani të është stërvitur me këto vite eksperiencë në politikë, që ka një lloj standardi dyfisht edhe Europa në raport me Serbinë dhe me Kosovën. Pra, del Spanja dhe thot, neve e njohim realitetin e Kosovës, është i pashmangshëm, por nuk e bëjmë dot njohjen e Kosovës për shkak Katalunjës dhe të baskëve. Shumë e drejtë. Krijohet precedenti, patjetër. Por e njeh, pra krijon një lloj precedenti. Europa zyrtare, këtë i thot për integrim, për bashkëbisedim, dhe nga ana tjetër gjitha investimet shkojnë në Beograd. Po të kishte ndodhur incidenti Banjskës, ta kishim bërë neve shqiptarët kundrejt Serbisë, lobi serb do ta kishte bërë sikur neve plasëm luftën e tretë botërore. Ndërkohë që incidenti Banjskës që ishte sulm për mua, ishte sulm terrorist. Domethënë $75 milion armatime, një grup paramilitarësh, jo zyrtar, jo ushtarak, tregon domethënë që jo vetëm që ka bashkëpunim korridoresh në kufi, po që të kalojnë €75 milion armatime në territorin tonë dhe të krijohet një lloj sulmi terrorist me vrasjen e dëshmorit, si e ka pas emrin zotëria e Indjerit. Punojësit policisë, po. Punojësit policisë. Kjo është e tmerrshme dhe u kalua për 3 ditë, për 4 ditë. Tani, se çka bojnë armisht e Kosovës, në armisht po flas, armiku çka bën, ajo nuk duhet me qenë asnjëherë, domthonë shfaqësimi ynë. Ne duhet çka bojmë ne. Për shembull, pse ne të zonë nuk i ndërmarrim veprimet paraprake, që mos me na rreziku dikush. Po ja lejojnë. E kuptani? Po. Këto janë çështje që na duhet të diskutojmë. Armiku a detyrë ka me të sulmu, me të dëmtu, me të rreziku, me të përvetësu, ajo është detyra e armikut. Edhe armiku gjithkohon, në çdo etapë do ta bën këto. Çka bëjmë ne? Mos më na ndodh. Tani, te kjo pjesë duhet me bëj kujdes. Për shembull, nëse ne gjejmë defektet e tjerëve, para se të përmirësu tonat, nëse ne flasim për ta zonë 2 standardet e BE-s. Duhet të shikojmë 2 standardet tona. Para se me ndrish na vet standardin ton të bërit të shërbejmë atë deut. Kur thatë ju ma e pragmatik, shiqeni, unë s'kam si mos me qenë pragmatik. Jo në vlerësoj. Jo, të tregoj arsyem se e thash, nuk e thash në një pragmatizëm veç të jetës ditore. Pragmatizmin e në kuptan, unë i kam shërby kombit. Po. Me asa kam ditë, me asa kam ujtë. Dhe në një kohë, ka qenë pragmatike me luftu. Po. Edhe kam bo. Aty ke qenë hero. Po, jo, e kam bo, shiqeni. Unë vazhdoj me i shërby kombit tim, me asa di, me asa muj, pragmatik me situatën, me zhvillimet, me rrethanat. Një pjesë e angazhimit tim ose shërbimit që bëjnë ndaj kombit, nuk është produkt për vota për mu. Nuk muj me e konsumu, s'muj me e përdor. Kur shërben, përdisa e në shërbim. Nuk mundesh me e konsumu efektin e shërbimit ta. Çështje elektorale. Jo, është shërbimi e ndaj venit, nuk është veç politik, edhe këto vite. I shërbejnë që është e sigurisë venit tim. Se ajo është kryesore, ajo është e para, se nëse s'ke siguri, s'ke kur gjatë. Vazhdoj me i shërbi vendit tim, por nuk është për konsum. Tani, unë e di se në Evropë, pikpamjet e tyre për shqiptarët, mujnë me qenë të ndryshme. Jo vetëm për Kosovën, për Shqipërinë, për shqiptarët Maqedoni, ku diun, për diasporën tonë e tjerë. Por na duhet me bë kujdes, para se me ja u gjetë tmetat atyre. Apo i dim ne të metat tona. Po cilat janë të metat tona? Ne duhet i kryjmë punë tona të shpish. Për shembull, situata e marrëdhënieve me alat të sigurisë, edhe Amerika, që është shumë e fuqishme, mban marrëdhënie të mira me alat vegjël, sa grima, një shtet Estoni, Lituani, gjithë kyç, po që në vijë me Rusinë. Po. Po ato vende bojnë shumë kujdes në këto marrëdhënie me garantuesin e sigurisë. Shëni gabimi i parë, e meta e parë, është prishja e marrëdhënieve me alat të sigurisë. Që 26 vjetër Serbia në kufi, po s'ka guxu me bo ato që bonin Banjsk, asnjëherë. Po për herë të parë guxoj me bo. Si erdhi aty puna?
Janë të blerë, zonë Jo, Radiri, lutem, apo shiher deri janë aty. tresar? Jo, shiher deri aty puna. Janë dëmtuar raportet me ndërkombëtarët pra. Shiher deri aty puna. Pastaj, sikur se ta kish bënë një herë tjetër, çfarë sanksionesh do të merrte Serbia? Pse s'morë sanksione? Pikërisht pra. Tani, ju lutem, kualiteti ynë si partner është dobësu. Besueshmëria në ne është dobësu. Respekti ndaj nesh është dobësu. Ndaj neve si partner në çështje sigurisë, aleati sigurisë, aleat edhe në fusha tjera. Kjo është një temë që duhet me bëhë kujdes, nëse ta shohim sikur në çdo marrëdhënie, zbehja e efektit marrëdhënies me ty lën hapësirë për marrëdhënie të reja, për krijuar një palë të tretë për zhvillime të reja. Edhe kjo i ka ardhur Kosovës, kështu si i ka ardhur. Kuptohet, ne kemi ushtrinë e Kosovës, i kemi mekanizmat e sigurisë, i konsolidojmë, i forcojmë, i mbështesim, por siguria nuk është çështje e vetëm e jotja, individuale, vetëm një vendi. E përmenda Amerikën me tregu se një alat e madh ka nevojë për të vegjël. E një alat e vogël, që e ka në kufi një armik kaq madh, e ka të parën çështje më jetike, më prioritare, marrëdhënien me garantuesin e sigurisë. E ka jetike, e ka të zorit. Ai që lasdrohet në këtë marrëdhënie, ju lutem, ai që nuk e menaxhon mirë këtë, ajo është ka i bën një rrezik të madh vendit vet. Ose qeveria Kurti bashkë me Albin Kurtin, zotin Kurti, ka një lloj agjende që duhet t'i prishin, thonë se ka dy variabla. Ose është një agjend që po prish me vetdije të gjithë raportet me ndërkombëtarët, ku ne dim se sa jetike është diplomacia e Kosovës e lidhur me perëndimorët, ose nuk merr vesh fare nga gjeostrategjia dhe geopolitika. Të dyja janë. O e para është një pjesë e një agende që juve e keni përdorur edhe në retorik publike, me logjikën që çdo gjë që po bën, po i shkon për shtat Vučićit, prandaj del deduksioni logjik që ky zotëria nuk po punon për Kosovën. Në ana tjetër është edhe variabli që ta lëm të hapur, mos bëjmë akuza, është edhe variabli i paaftësisë. Cila prej të dyave është, sipas jush, regjimi, le të quajmë se neve nga Shqipëria më vim nga një regjim. Kemi një regjim tani, po vazhdojmë të jetojmë një regjim, e mbyllim një regjim 45 vjeçar, bëm pak pauzë, po vazhdojmë një regjim tjetër se ndoshta fshirim nga Enver Hoxhës, pas ka qenë aq shumë e fortë dhe ne dum atë barazin mjerim. Po edhe Kosova që është na jep leksione demokracie në thelb, se neve në Shqipëri marrim leksione demokracie nga zgjedhjet tuaja. Fiton Albin Kurti, Ramush Haradinaj, Shpend Gashi, pak rëndësi ka, për 2 ditë e pranon rezultatin gjithë Kosova. Ne as këtë luks nuk e kemi. Tani, ti qëndrojmë pyetjes, për juve, si e shikoni Albin Kurtin, është një njeri paaft që ka ardhur populist bosh, apo pjesë e një agende? Ajo që muj me thonë me shqipërim më të madhe, është që efektet e veprimeve të tij janë dobishme për armiqtë tonë. Pa këta muj me ua konfirmu. Efektet e veprimeve janë të dobishëm? Do të thënë, nuk është asnjë rast tjetër, është rastësia. Janë të dobishme për armiqtë tonë. Edhe i listova disa. Ndërto ka qenë edhe ndryshe thonë kompromitimi i vlerave të lirisë. Turme që kanë ndodhur ndaj shumë palëve që janë barës vlerat të lirisë, të sinkronizuar në vazhdimsi. Edhe ajo është një prej tyre me ta humbë vetbesimin në vetvete. Shumë to që ju a them, nuk i them se veç i kam luftë politike ose partijake, këto ja them se unë i ndjej këto efekte në marrëdhënie. Tani rreziku edhe një herë them, Kosova dallon nga Shqipëria, për shembull edhe në kohën e Enver Hoxhës, keni vujt mëna vetës. Edhe ose keni kaluar etapë brenda vetës. Problemi i Kosovës është pak më ndryshe, çuçi e di. Kosova ende është anëtare e KB-s. Kosova nuk është anëtare e NATO-s. Kosova nuk është e njohur nga një fqi me cilën kemi luftuar me të. Po. Dhe ai fqi ka trupa në kufi. Tani kjo situatë dallon shumë. Pra ne nuk e kemi luksin e shumë proceseve që Shqipëria ka pas luksin. Pra këto efekte janë serioze, është ky, si pyetja juaj është direkte, është ky në agjend? Më thënë, sepse unë e di që juve ju karakterizoni një karakter shumë trim dhe i dilni përballë që keni dalë gjërave në jetë. Të njëjtën gjë ja njoh vlerë dhe vetë si të bëj pyetjen drejt për drejt. Unë dyshoj se gjitha këto efekte i ndodhin në Kosovë rastësisht. Nuk ka pra. Edhe pa dijen ose që ai si kupton këto pasojë,
kryetari qeverisë dhe njerëz rreth tij nuk i kuptojnë pasojat që po shkaktojnë vendit vet, popullit vet, njerëzve të tij vendi, po dyshoj që ata nuk e dinë këtë. Sepse ndodh diçka, ne jemi vëllezër, domethënë jemi një popull, vëllezër dhe motra. Nuk kemi neve hambar për grur që të tregtojmë grur edhe zarzavate me njëri tjetrin, po duhet me e marrë si Shqipëria, si Kosova, mielli nga Serbia. Se neve në ndeshje futbolli jemi të gjithë duke bërë shqiponjën, UÇK-ja është gjallë, Serbia është kështu, dhe ndërkohë neve ushqemi me miell serb. Ne kemi në një kohë, gjatë qeverisë sheshtime, kam pas vendosur taksh 100% për produktet serbe dhe të Bosnjës. Po, e mbajmën. Bosnjës është Republika Serbe, është shumë e Republika fuqishme Srpska, ekonomike atje. Gjatë kësaj kohe, shkëmbimet në ekonomi tregtare me Shqipërinë janë rritë për 30%. Prodhimet vendore të Kosovës e kanë rritë prezencën në treg. Kjo taksh ka mbetë aty derisa kam ikun për i qeverie, kur ka arë Kurti e ka hek.